sapo kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e prezantimit skenik dhe duket se kanë marrë seriozisht. Voglush të institucionit parashkollor Ganimet Etërbeshi për disa ditë me radhë u prezantuan me një program artistik të përgatitur nga vetë ata me ndihmën e edukatorëve. Nga këta mvaret të ardhmja jonë, nëse ne do të investojmë të këta fëmijë, atëherë të ardhmen e kemi më të ndritur, do të jemi komunitet më i përparuar dhe urojmë që vitet e ardhshme të kemi të përfshirë sa më shumë nxënës në kopshtet parashkollore, ndonse këtu është fillimi i punës së tyre. Ju sot do të na kuptoni, fëmijët tanë shumë herë qajnë, shpeshherë qeshin, por edhe këndojnë. Ne me angazhimin tonë mundohem që ta bëjmë më të mirë moshën që ata të bëjnë qytetarë të ndershëm dhe të vyshëm të kësaj Kosove. Vetë voglushët u shprehen të lumtur që arritën të prezantohen para prindërve. Programi përgatitur ju la përshtypje të mirë të pranishmëve.